Na kena me këshyrë, kena me kontrolu, mi ranë, nëse është na i gabem, kena me këshyrë dhe me të qitë punës. Ermali, Valoni, këta llogaritën Kosovë si eksperta, po na jena self-made eksperta. Na s'kena pas për këna me mësu. Diploma e ka një vlerë, e ka një orientim që bën, po ndryshimi i karrierës nuk është diçka që ta ndalon. Po këtë kulturën e punës zvicrane, ku erdhe me këtë kulturën e punës të na, çka ka ai shoku i parë që e përjetove? Gjithçka. Domethënë kon luftë. Ka shumë sene që buon në Kosovë, po kërkush nuk e din. Një për atyne që ra prej provimit, për këtyne 13 vek e bava. Edhe unë u shpalla fëmija ma i keqe në Kosovë në atë kohë. Kur ja kom nisë unë Kosovë me punu, industria nuk ka ekzistu. Shqiptarët përgjithësisht suksesshëm ka shumë. Një përqindje shumë e madhe që jetojnë për ndërmarrësisë. Dosh me mësu me thonë një ose njerëz të piqaj apo bëjnë një kësi biznes se sa ne parë thirrën dizajnin me avullëkën. Ç'është është me jetu me që proces shumë kry çdo ditë me menu për hakera valla. Është stres, edhe ndoshta është një prej arsyeve pse unë flej 3 orë deri në 4 orë ditë. Vetëm forcë zhvillimore në një vend është prodhimi. Dashtëm duhet ta pranojmë balan. Ti jep grante të vogla, po ata që dojnë me vazhdu e gjenë mundësinë. Janë më kreativ edhe do të vazhdojnë më tutje. Motori i zhvillimit ekonomik të mirëfillt dhe të qëndrueshëm në çdo vend në fakt është sektori privat. Besoj që ka pasur dikush për Amerikës. Kush do të lyp 70.000 euro, 70.000 mark, s'u kujtohet as me di. Kush është që të lyp Kosovë 70.000 euro, 70.000 mark atku. Kum pas 21 vjet, e në shumë një kontratë 1.5 milion euro. Kur na ka në shkollë fillore, në klasë të parë, në klasë dytë, kur na ka pyet mësuesja çfarë do të bëj kur të rriten, a keni punë kon që ka studuar, ka thonë do të bëj pastruese. Me 98% saktësi deri tash kemi qenë të saktë në pjesën e qarkullimit të kompanive, edhe kush bën pjesë në këtë top 10 që e dominon ekonominë e Kosovës. Dhjetorin si muj, sidomos te pjesa e tregtisë me pakisë, e bën njërin prej mujve më të mirë gjatë të vitit.